Ne kemi pagu parët, kemi marrë kredia. Jam me qeretu jetu. 24.000 euro, 30.000 euro. Tipik mashtrim. Parët nuk do t'i fali. Vjetra qytetarë vite më parë kanë dhënë para për të blerë banesa për nevojat e tyre familjare nga kompania Keni SHPK. Mirë po këta qytetarë asnjëherë nuk u bën pronar të atyre banesave, pasi që 2 pronarët e kompanisë lartë përmendur i kanë marrë para dhe janë zhdukur. E sot jemi para stacionit policor në Fushë Kosovë bashkë me këta qytetarë. E për çka bëhet fjalë, ndiqni historinë në vazhdim. Kemi ardhur për të paraqitur rastin për mashtrimin që nuk ka bën për blerjet banesave. Jemi dikon 15 persona që ishim këtu. I paraqitëm rastin në polici, me parakontrata, me dokumentat gjitha që i kemi. Dikush i ka blerë 2017, 18, dikush 2019, 20, po të gjithë jemi të mashtruar prej Kenit SHPK dhe 2 persona që kemi bona, që kemi blerë banesën janë Burim Hasana dhe Gzim Hasanaj. Unë në 2023 kam bo padi kundra Kenit SHPK-s. I kam dokumentat, por gjykata e ka parashur lëndën. Çka është, ku është pyetja dhe puna këtu nuk pëdim as vetë. Policia dhe autosia të mirën edhe me këta njerëz që kemi blerë banesën me Gzimin edhe me Burim Hasanaj. Sepse ata janë njerëz që ne kemi bisedu, ne kemi blerë për tyne dhe ata na kanë garantuar shumicën prej këtyne që janë këtu, na kanë garantuar se banesa janë tonat dhe ne kemi marrë huazim këto banesa dhe çdo gjë që ndodh na keni mbrapa. Dhe tash ata thonë që edhe neve na ka bërë Keni SHPK. Mirë po na nuk i dim çka ata kanë bë vlerën për të gjithë se kemi bë, po të gjithë jena 24.000 euro, 30.000 euro, 40.000 euro. Ne jemi dikun deri që tash 18 persona në grup dhe nga këtu ju bëj thirrje të gjithëve që të lajmërohen në rastet në polici, sepse ka persona edhe më shumë. Ka persona siç kemi informacione që jetojnë edhe jashtë. Ne kemi pagu parët, kemi marrë kredia, kemi familje, edhe na jemi duke e prit dhe e paraqitëm rastin polici, jemi duke e prit organet e drejtësisë që të mirën me rastin. Kom thonë edhe më herë dhe tash po deklaroj që parët nuk do t'i fali. Kredin që e paguajën nuk do t'ja fali. Unë kam blerë banesën, i kam kontratat, i kam gjitha. Krejt pagesat i kam bënë përmes bankës, në mënyrë legale. Fillimisht çish po thotë edhe ky shoku, na fillimisht i na shku nëpërmes Gzim Hasanit edhe Burim Hasanit. Fillimisht me Gzimin e kam bë kontratën e parë me Keni SHPK. Pastaj mas një kohë bukur gjatë e kam bë para kontratën te noteri. Çelësat e banesës kem pas me marr në 30 qershor 2021. Kur kam marrë këtu, banesa nuk është kryes. Banesa kur kam blerë unë është objekti A, është krye puna e vrazhd. Edhe ka metë që ato. Tash prej 2021, kom thtu këtë Samir Exhen, pronarin e SHPK-s kompani. A më tha si kom pas probleme për shkak të pandemisë, se ne vanohen vetëm kryen. Më pastaj nuk se ka hap telefonin më kur dhe kur kontakt me to. Nëse prokurori vendos me hap rast policia për mashtrim, se faktikisht elementet mashtrimit ka plotësisht tipik mashtrim është. Nëse prokurori merr lëndën çështën tonë, atëherë zgjidh gjykata problemin. Nuk ka asnjë sens që s'ka zgjidhje. Jam me qeretu jetue. Llogarinë kam bë për shembull se 6 vite, diku 20.000 euro qere unë e kam paguar. Edhe jem dëmtuar edhe psikikisht edhe materialisht edhe. Sa pore ja ke dhënë Samirellis? Ja kam dhënë 30.000. Gjyqtasi janë përfshirë në rast, njëjtin e kam përcjell edhe përmes mediave dhe kam arritur ta bëj një vlerësim fillestar të çështjes. Nga ajo që ka kuptuar është që këta banor janë bërë subjekte mashtrimi nga ajo kompani ndërtimi, por edhe persona që janë përfshirë si ndërmjetësues të shitblerjeve të këtyre banesave. Kjo i bën që ka elemente të qarta të veprës penale të mashtrimit, e të cilat po shpresoj që tash përmes këtyre deklaratave policia këtu në Fushë Kosovë të procedojë në
prokurorinë përkatëse dhe pastaj ata të fillojnë hetimet me shpresën që nga ato hetime të kemi një epilog që do i bie një akt akuzë për gjithë personat të përfshirë. E njëkohësisht krahas kësaj ne do të bëjmë përpjekje që të drejta që janë shkelur, përkatësisht dëmi që është shkaktuar këtyre, ta adresojmë në procedurat përkatëse civile pranë gjykatave tona.